Icam me shumë vuajtjem. Kam hequr shumë për të, por që në momentin kur ai atëherë hyri në Big Brother, filloi që të ndryshon tem, ose thënë shkurt imazhi e ndryshoi. Dhe nuk më respekton tem. Filloi edhe të më godet, më riftem, më maltretonte, por unë asnjëherë nuk doja që... Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Ditën e sotme për të ndarë një rrëfim shumë të tmerrshëm. Janë lotët e një nëne, është dhimbja e një nëne, e cila po përjeton fatkeqësinë më të madhe në jetë. Cila është fatkeqësia? Djali i saj, duke i patur të gjitha kushtet e mira, duke qenë dhe personazh publik, domethënë, nuk e respekton dhe nuk e don nënën e tij, është një ish banor i Big Brotherit, do ta ruaj etikën, do ta ruaj anonimitetin deri në fund, sepse kështu ma ka kërkuar kjo nën, dhe unë do ta respektoj, sepse në fund të ditës unë këtu jam për ju, për besimin tuaj të ndani rrëfimet e juaja. Një djalë i cili sot nënën e tij e ka çuar në azil dhe nuk don t'ja di fare se çfarë po ndodh me fatin e nënës së tij. Unë zonjën e kam në linjë telefonike, do ta kyç tani. Përshëndetje e dashur, besoj që më dëgjon. Përshëndetje Tiron, po të ndëgjoj. Faleminderit shumë që vendose që të ndash rrëfimin tënd të jetës me mua dhe faleminderit që më besove për ta treguar këtë dhimbje. Unë me patjetër, siç e thash, do të ruaj anonim. E gjithkohë është për ty. Unë jam një nën e një ish banorit të shtëpisë të Big Brother në Shqipëri. E kam rritur atë djalë me shumë mundime, me shumë sakrifica, me shumë vuajtjem. Kam hequr shumë për të, por që në momentin kur ai atëherë hyri në Big Brother, filloi që të ndryshon tem, ose thënë shkurt imazhi e ndryshoi. Dhe nuk më respekton tem. Filloi edhe të më godet, më riftem, më maltretonte, por unë asnjëherë nuk doja që t'ja nxjerr atë të keqen tim mbyrit, sepse mendoja që po të nxjerri të keqen, do t'i ndikonte ati në imazh. Pas 3 vite shu dashurua me një vajzë. Me atë vajzën nisën një relacion të mirë, por ajo vajza nuk më donte mua, nuk më respektonte. Më bërtisnin që të dy, filluan të më godasin që të dy. Edhe unë filova që të shqetësohem, deri në ditën që vendosën të më nxjerrin nga shtëpia. Unë ka marrë një kredit për të që ai të blente një banesë të vogël ku ne jetonim, edhe me 2 nënshkrues, që është vajza dhe Dhëndri, unë mora një kredit. Tani, shkaku i kreditit që unë nuk isha mundësi të paguaj. Vajza dhe Dhëndri më nxorën, nuk më pranojnë as ato. Ato janë duke paguajtur kreditin, ndërsa këtyre të dyve familjarëve u ka nisur lufta. Nuk duan as të ndëgjojnë për njëri tjetrin. Vllai motër nuk plasin, nuk e duan hiç njëri tjetrin.
ka një natë të mathë. Natë të mathë, ureti të madhe, mlef të mathë vëllaj motor. Unë para se ta denoncoj rastin tek Sonja e një Qobani, unë I lutem ti mbirit ti hapën syt. Ta kupton që nëna më kam të më heqen nga këto hale që më ka futur. Edhe të jemi të lumtur mes njëri tjetrit. Sepse kjo që unë po kaloj dhe këtë që djali ma ka shkaktuar është pa falshme, është pa imagjinueshme. Unë nuk dua që t'ja shkatroj Të mërshme. karierën e ti, por me këtë që më borim, edhe munde me pladukoj të them që po mundem t'ja shkatroj karierën tim birit. Sepse na nuk do ta fal. Ma hodhi në rrugë. Mërshme shumë. Për këtë gjë I lutem që të vetëdijsohet. Të fjetë më merë prej këtu. Kja heqën gocës halin. Kja liron jetën me burin, t'ja paguan atë kredit. Edhe të jetem të lumtur mes njëri tjetrit, sepse është turp të shkatërohemi, por një fenomen të këtil që realisht shumë edhimshme edhe për të ndëgjuar. ndëgjuar. Me shumë bindje të plot dhe me thënë të drejtën më vjen shumë keq që ju keni arritur në këtë gjendje pasi që djali juaj edhe që ka droguar, do me thënë ka kaluar për te normalitetit dhe unë realisht këtë e kam frikën më të madhe tek personazhet publik shqiptar të cilët nuk din të ruajnë dinjitetin e familjes, shumica, do me thënë eskalojnë nga normaliteti. Unë të përshëndes dhe uroj që të marrësh më të mirën. Faleminderit shumë birim. E pra të dashur miq që dëgjuat këtë dhimbje të kësaj nëne, e cila me trishtimin më të madh është duke ndarë këtë rrëfim. Ky është sekreti në fakt I personazheve publik shqiptar të cilët përdorin armët më të këqija për familjet e tyre, për përditshmërinë e tyre dhe harrojnë se ku janë. Do me thënë ndonjëherë eskalimi I drejt famës më të madhe, realitetit ku ti jeton të bën që të harrosh se ku je dhe çfarë bën. Dhe në fakt kjo histori është një histori shumë domethënëse për të gjithë ato që duan të ruajnë familjet e tyre. Dua të marr në fakt mendimin tuaj se si e gjikoni ju këtë ngjarje.